Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun e madhëruar për të gjitha të mira që na i ka dhënë, lutim Allahun të na bën nga robët e tij falëndërues. Lavdatat, paqet, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, jemi edhe sot në takimin tonë të radhës dhe kemi mbetur tek porosia, tek këshilla, te mësimi i fundit nga mësimet që ja prezantoi Hatim al-Asam hoxhës së tij Shaqiq al-Balkhi. Kemi mësuar se ky njeri ka mësuar tek hoxha i tij më tepër se 30 vite dhe për të 30 vite kur ka kërkuar prej tij hoxha i tij t'ia prezanton çfarë ka mësuar, i ka prezantuar 8 mesele, 8 çështje, të cilat pastaj kur kemi filluar me zbërthy, kemi kuptuar se kjo është e tëra çka duhet njëri me mësuar nga jeta e tij. Kjo është ajo që kërkohet për njeriu të mëson përgjatë jetës së tij. Dhe këshilla e 8 dhe porosia e 8 që e ka porosit të fundit është ku ka thënë Hatim al-Asam, Allahu më mëshiroft, thot kam shikuar dhe kam përcjellur gjendjen e njerëzve dhe kam vrejt se shumica për njerëzve mbështeten dhe llogaritin në krijesat të ngjashme me ta. Dikush llogarit dhe mbështetet në pasurinë e tij, e dikush llogarit dhe mbështetet në pozitën e tij, e dikush llogarit dhe mbështetet në të afërmit e tij, ndërsa unë kam shikuar në fjalën e Allahut Azza wa Jalla i cili thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu", kush mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton. Andaj jam përpjekur që ta instaloj dhe kultivoj tawakkul në zemrën time. Kjo është porosim me vërtet shumë e madhe jetësore dhe është një mësim madhështor që muslimanët duhet ta kenë parasysh dhe duhet të dinë të dallojnë mes gjërave, ato që i takojnë Allahut Azza wa Jalla t'ia kushtojnë Allahut Xhalla Xhelaluhu, ndërsa ato që kanë të bëjnë me gjërat e tjera të dinë se si të komunikojnë dhe çfarë raporte të kenë me sebepet dhe mjetet e tjera që Allahu Xhalla Xhelaluhu ka mundsuar që përmes tyre ata ta kalojnë këtë jetë. Është e vërtetë se njerëzit në shumicën e rasteve shpesh herë e ndin veten të dobët. Shpesh herë e ndin veten të paaft që të kalojnë një problem, të kalojnë një krizë. Madje nganjëherë ende pa ardhur te kriza, njerëzit frikohen me u ballafaqu me ndonjë sfidë të caktuar. Por në momentin kur ata e kanë një mbështetje të caktuar, qoftë mbështetje materiale, në pasuri, ose qoftë mbështetje në njerëz, atëherë fillojnë të ndihen më komat, më rahat, më të përkrahur, më të ndihmuar dhe fillojnë më guximshëm të qasen problemeve, krizave, sfidave në jetën e tyre. Në këtë situatë, shpesh herë njerëzit lidhen me sebepet, nga se pasuria, autoriteti, njerëzit të afërmit janë sebepe, shkaqe që Allahu Xhalla Xhelaluhu i ka mundsuar njeriu që duke i shfrytzuar ato të arrijë tek një qëllim i caktuar. Andaj pasuria nuk është qëllim në vete, është mjet që njeriu përmes tij arrin dikun. Gjithashtu edhe fuqia me njerëz, përkrahja e shoqërisë, e miqve, familjes është sebeb që njeriu me ta arrin në një qëllim të caktuar, por nuk është qëllimi i caktuar ai. Por njerëzit fatkeqësisht në situata të caktuara llogaritin këto sebepe më tepër se ç'duhet. U japin funksionalitet dhe u japin fuqi sebepeve më shumë se ç'duhet. Duke harruar Allahun Azza wa Jall dhe duke menduar se kur e kanë kët, domosdoshmë do të rrihet qëllimi. Kur nuk e kanë kët, nuk arrihet qëllimi.
Dhe ky njeri thot, unë kam pasë njerëz që kështu janë. Dhe shumica e njerëzve kështu komunikojnë me Zotin e Madhum. Ndërsa unë tash në vazhdimisht e kemi marrë nga ky njeri se ka shikuar në gjendjen e njerëzve dhe ka shikuar në librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe sa ka pa kundërshtim mes gjendjes së njerëzve dhe asaj që Allahu xhallahu ala ka porositur në Kur'an, ky njeri ka ja ka marrë ka thonë Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është mësim shumë i madh që e kemi marrë gjatë udhëtimit tonë me këtë njeri. Nga se shpesh njerëzit shikojnë tek njerëzit dhe thonë që kështu qenë ka e vërteta, mos më qenë e vërtet, s'kishin shkuar njerëz kështu. Ose e kam pa filonin, ka bu kështu veprimin edhe i ka dalë mirë. E kam pa këta, i ka dalë mirë. Dhe fillon me llogarit dhe me numëru disa për njerëzve, të cilët kanë njëk një rrugë caktuar, kanë arrit në qëllim të caktuar dhe mendojnë dhe krijojnë përshtypje se kjo qenë ka mirë. Edhe pse Allahu xhallahu ala flet për të kundërt në asaj. Andaj krejt njerëzve një rrugë të caktuar me uaqit mirë, ndërsa Allahu thotë se kjo është e mirë, ne jemi të bindur se nuk është e mirë. Nga se duhet burim të informatave tona, të bindjeve tona, të besimeve tona të bëjmë fjalën e Allahu xhallahu ala dhe fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thotë kjo është gjendja e njerëzve që unë i pash në shumicën e rasteve. U ktheva te Kurani dhe çka gjithë në Kur'an, Allahu thotë: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kush mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton. Prandaj thotë i braktisa të gjitha këto. Edhe unë mbështetem në Allahun Azza wa Jall. Çka nuk kupton i braktisa? Nuk kërkohet nga besimtar, nuk është tevakuli, mbështetja në Allahun xhallahu ala, vëllazëruar, është një nga adhurimet më madhore në Islam. Është një nga adhurimet më të kërkuara në Islam, mbështetja në Allahun xhallahu xhelalu. Por kur kuptohet drejt, dhe duhet të kuptohet drejt për të ditë se si më mbështet në Allahun xhallahu xhelalu. Njerëzit në mbështetjen e Allahut xhallahu xhelalu janë tri kategori. Kategoria e parë është për njerëzve të cilët mendojnë se realizohen në qëllim i tyre pa i marrë sebepet. Nuk mëson, sa të pjalo Allahut, Allah më ndihmon projëm. Apo nuk punon, nuk angazhohet, rriskon dorë Zotit, apo as si merr sebepet fare, as nuk angazhohet, as nuk përpjeket. Ose veprime të tjera të caktuara në këtë botë, duke i anuluar sebepet tërësisht. Dhe duke u mbështetur gabimisht në Allahun xhallahu ala, padyshim se kjo është një ekstremizëm i refuzuar fetarisht. Nga se Allahu xhallahu ala ka kërkuar për neve që t'i marrim sebepet. Madje Allahu xhallahu ala e ka ditë para se më na kriju kush prej neve do të shkon në xhenet e kush prej neve do të shkon në xhenem. Pse na ka prunë këtë botë që të na mëson se me sebep kjo punë. Andaj kush falet, kush agjeron, i merr sebepet shkon në xhenet. Kush nuk i merr sebepet që çojnë në xhenet, nuk shkon në xhenet. Grupi i dytë njerëzve është grupi i atyre të cilët i kanë marrë sebepet, por ju kanë jap sebepeve ndikim më të madh që duhet, duke menduar se pa këto s'bëhet hiç. Për shembull, ta kanë kushtuar se pa një sasi të caktuar, për shembull, tyrash mujore s'ndërnon njëri. Apo pa këtë sebep nuk smuesh mërnu. Do të thotë e kanë bot kundërt në kategorisë së parë. Kanë menduar se pa këtë nuk jetohet. Jo, nuk jetohet pa Allahun xhallahu xhelalu, se pa këto tyrat ka njerëz që jetojnë. Dhe kategoria e tretë e njerëzve, kjo është mesatarja, ata të cilët janë mbështetur në Allahun xhallahu ala dhe i kanë marrë sebepet. I kanë marrë sebepet e duhura për të arritur një qëllim të caktuar. E pastaj kur i kanë marrë sebepet, janë dorëzuar Allahut azza xhall dhe Allahu xhallahu ala pastaj u ka mundsuar të arrijnë qëllimin e caktuar. Kur bie fjala për marrjen e sebepeve, njerëzit edhe në këtë rrafsh nuk janë korrekt. Pse nuk janë korrekt? Për shembull, çdo qëllim që dën me arrit, e kuptuam se duhet njëri me përdor sebepin e duhur. Mirë, një njëri i cili i thot vetë musliman, me e pyet, a don me shku në xhenet? Thot po. A ta merr mendja se për në xhenet ka sebepe? Po. Mirë. Njëti njëri me e pyet edhe me i thon, për me furnizu familjen tonë, për me jetu një jetë, a duhet me punu që s'duhet, punu a farz? Duhet me punu, duhet me angazhu, në rregull. Në te dy rrafshet pranon se duhet me arrit qëllim të caktuar dhe në te dy rrafshet pranon se duhet me marrë sebepe. Mirë po,
e shen se sebepet që kërkohen për ta arrit një qëllim caktuar të dunjas, i shfrytëzon shumë më tepër, i kërkon shumë më tepër se sebepet që duhet mi marrë për marit në ahiret. Prandaj, në punë dunjas, do me bu një biznes, e shë, subhanallah, kur gjë mungu s'len, mundohet këtë mi kry që shduhet, mundohet mi abo sebepin, mundohet mi mundu komplet, mundohet mu angazhu, ma dhe me orë të shtuara me punu, duhet mu përpjek, bëna sebepin ti mundohu, kjo në regull, për çka? Për në fund me arrit një të hyrë caktuar mujore. Kjo në regull është me punu. Mirë po, të njëti njëri, nuk e shë se mundohet mi marrë këtë sebepet e mu angazhu e me punu e kështë më radhë për me një gjennet. Edhe pse, realisht me shiku, sebepet për me fitu furnizim duhet mi marrë. Mi po në esencë, Allah e ka caktu sa kime marrë. Por në ka obligu me marrë sebepe. Ndërsa me shiku në nën tjetër, nuk e kemi të garantuar gjennetin si e kemi të garantuar furnizimin, riskun. Ndërsa në atë që kemi të garantuar, mundohemi në njërë përpik një marrë sebepet, e para që se kemi të garantuar, e lënë në mëshirë të Allahut, e lënë në fuqit të Allahut, e lënë mirësit të Allahut gjellë gjellë, si marrëm sebepet si duhet. Në kjo është kontradikt. Në atë që ki ma të pasigurt, duesh ma tepër me marrë për shkaqeve që të asigurojnë arritin e asaj që ti pëtën. Ky njeri Hatim el-Asam, kur e përmend këtë çështje, nuk do të thotë nuk e përjashton në asnjë rast ndikimin e sebepit në njeriu. Por atë që e përjashton ky njeri është, thash, zmadhimi i ndikimit të sebepit. Njerëzit sot i kanë dhënë më tepër fuqi dhe e kanë zmadhuar në mas të madhe një sebep të caktuar që ata e përdorin. Për shembull, çështjen e autoritetit, çështjen e fuqisë, çështjen e pasurisë e kështu me radhë. Ndërsa kur bie fjala mund mbështet në Allahun xhela xhelaluhu, më dorëzu punë të Allahut te bareke ve taala, e shohim se njerëzit nuk e kanë bindjen e duhur. Çka nuk kupton më mbështet në Allahun azza xhel. Më mbështet në Allahun xhela wala nuk kupton që pasi që i ke marrë sebepet e duhura që ai të ka mësu, t'ia dorëzosh çështën e atij duke qenë i bindur se Allahu xhela xhelaluhu do ta bën atë që është më mirë për ty. Dorëzoja punën e tij. Nga njerë të vëkulli, mbështet në Allahun xhela xhelaluhu për disa njerëz është më tepër një fjalë e gojës se që realisht ata e ndin këtë mbështetje. Dhe e kemi përmend disa herë vëllezëruar. Besimi në Allahun xhallahu ala duhet të jetë konkret, duhet të jetë praktik, jo diçka abstrakte. Besojmë në Allahun azza xhel, po nuk ka prezencë ky besim në jetën tonë. Që shembull konkret. Unë jam ulur në këtë vend, këtu, apo? Dhe ju jeni duke më dëgjuar. Ky numër i xhamatlive që është këtu. Dhe nëse çdo kush për juve ka armë me veti. Dhe ato armë është i gatshëm me e përdor për me rujt hoxhën. Një njëri tash hyn pesë xhamia, edhe pe dirës xhamis kërcënon me një thu për dvogë me një shtak se une çtash ka me ta nal dersën. Tu e di që ton këta xhamat i ketën tërmatas, ta mban përshtypje kërcënimi i tij? Absolutisht jo. Se ki 200 burra me vete, gjithë tërmatas. Apo në qoftë se mban përshtypje frika për ti, për me nal ligjëratën për shembull, ose mu largu për këti veni, unë e kam njënën për dy defekteve. Ose nuk po besoj që i pëjshoj që të njësë për para, po më do këtë, se si janë njerët, që pra së gjamia, ose së jam të besu se që ta njerëzën qëto, ose nuk jam duke besu në aftësit e këtyre njerëzën për në mbrojt. Po këta janë, po këta së mbrojnë, këta po djave në 200 vetë. Ai një i shpatuan këta sahora. Po njëna për këtyre defekteve kam. Për ndryshe, mos me konë njëra për këtyre defekteve me konë shumë qetë. Ai thlet çat danën e vazhdoj punën tam. Shumë i qetë jam. Andaj, kjo është me krijesën. E çfarë ta mërmane kur Allahu xhallahu ala thot bëre këtë punë edhe mbështet, mos i gale unë të ruaj. Unë kujdes na për ty. Ani është rata hala dridhesh edhe lëvizës, atë frika pse? Shqetësimi pse nëse i ke marrë këtë ato që duhet më bë? Ose thash, besimi në Allahun xhallahu ala nuk është prezant konkret te ti. S'dina është Allahu nga teja nuk është? Ose Zoti na rujt, njëri
mos me koni bindur se Allahu ka fuqi me ndal sherrën e caktuar, ka fuqi me largu dëmin e caktuar. Prandaj gjitha këto janë defekte në raport me Allahun xhalla xhelalu. Besimi jon duhet i pasur nga këto probleme, nga këto defekte. Hatim al-Asam e kanë pyet një ditë, i kanë thonë, këtë njeri që po mëson për ta, e kanë pyet, i kanë thonë, ti se ka qenë shumë i njohur me tawakkul. Ai po thot vet, jo mundu edhe ka arrit, ka qenë shumë i njohur me mbështetjen e Allahut xhalla xhelalu. I kanë thonë një ditë, qysh e ke arrit këtë shkallë, qysh e bo, qysh të njëri që me të vetë më mbështet Allahun xhalla xhelalu. Thot, jam bind se atë që ka Allahu më ka caktu për riskut, s'ka njëri më botë që më merë. Ata që ka Allahu ta ka da, a mune njerës me ta marë? Ata që ka Allahu ka vendos me ta dhonë, a ka dikur që jenë dalë? Nëse besune se ka, gabime e kim shumë. Nëse Allahu xhallahu ala kur flet për furnizimin, për riskun që neve na duhet, do të thotë për shëndetin ton, për pasurinë ton, për të mirat tona, kur flet Allahu xhallahu ala thot: "Wa fis samai rizqukum." Riskun e keni ku? Në qiell, nuk është në tokë. Në tokë shpërndahet risku. Por risku e jami aty është në qiell. Njerëzit opet zbesojnë, opet njerëzit kujtojnë se risku i tyre është në tokë. Çka nuk kupton me kur riskun tokë, po njerëzit mund ta nalin kur dojnë e ta lëshojnë kur dojnë. Nuk është në tokë, me kon tokë po, me kon depo të furnizimit njerëzve në tokë, dikush i pushton ato depo edhe e mshël depo s'vjen furnizimi. Po Allah po thot depoja e furnizimit tën, pe ku ty të furnizojnë është në qiell, s'është në tokë. Në tokën shpërndarja pastaj. Ka njerëz që këto besojnë. Shikoj pas të ajeti Allah që ka thot: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju kërcënon juve. Dënimi i Allahut për atje vjen. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allahu thot: "Pasha Zotin e qiellit dhe tokës." Kjo është e vërtetë, sikur që është e vërtetë që ju po falni. Kur e kanë njëri i shkëtinës, njëri thjesht, e kanë këtë ajet ka fundu me çajt. E kanë hidhuru Allahun, andaj është betu. Mos bindja e njerëzve se furnizimi i tyre është në qiell, është në dorë të Allahut azza wa jall. E ka bërë që Allahu mu betum, shiko, Allahu është betu në vetën e tij, se kur sun ta merr ato që Allahu ta ka dhënë. Allahu hiç mos mu betu vëllezër nderuar. Hiç mos mu betu Allahu xhallahu ala, ne i besojmë. Parano kur betuat fa wa rabbis samai wal ard, betum në Zotin e qiellit dhe tokës, innahu la haq. Kjo që po ju them është shumë e vërtetë. Sa ato që Allahu ta ka dhënë sun ta merr kurkush ato. Le të qohet këtë bota me të kërcënu. Le të qohet këtë bota me thonë që kena me të nalë bukën. Vallahi sun të nalin ato që Allahu ta ka caktuar se kime hungur. Sun të nalin ato që Allahu ka caktuar që kime pi. Kur? Po që kërë besimin e Allahun xhallahu ala, që kërë më mbështet në Allahun xhallahu ala. Prandaj, na punim me halal. Na i krymë obligimin dhe Allahut azza wa jall. Nëse dikush thot, ja krye këtë punë, ja çes pi punë, s'ki çka më hungur, unë Allahun do më kënaq. Unë do të bëj çka Allahu ka thonë. Furnizimi në dorë të Allahut, unë pi bëj sebepet. Unë po mundona për hajër. Mirë, po nuk është harami marrja e sebepeve. A mund më thon për shembull një hajn që unë duhet me punu, sebeb, hen vjedh shpia të apëton, dhe me thonë që sebeb është dhe kë, dyqysh duhet mërnu, a i thot i sebeb, a i thot i ka marrë sebebet, hajni, hen shpit, huj me vjedh, edhe thot, të wakkel të Allah, unë bështetën Allahun azza wa jall, bismillah, po hi edhe po vjedhi, a banë që njeri me qëm? Kësë është kja? Andaj, në sebebet me haram nuk miren, sebebet miren me halal, pas ta njeri bështetën të ka Allah xhallahu xhelaluhu. Andaj, thot, e kom kuptu se ato që ka Allahu më ka da, së në mërë kërkosh, apëton. Andaj fëtëma në kalbi, jëmë qëtësua, apëton. E dyta që i ka ndimu këtë njëri me e realizu në bështetin e Allahu në azogjel cëla është, thot, e kom kuptu se punën tem, së në e kryjnë kërkosh ma mirë se une. Andaj e kom kryjnë punën tem për veti. Dhe njerës dhe punë e lënë dikuj tjetër me a kryjnë, apëton. Punë të ahiretit. Ti bëne këtë mirë, ti kryjnë qëta. Apo, ja lënë babës namazin.
Ja lën babës haxhin, apo ti shka atje na çështë dikun nga te në mushë më shku, punën tonë për xhenet më shku s'u ta kryen kërkosh. Andaj sikur se thotë ai shembulli popullor, nuk të kruan kurrë më mirë se dora jote, nëse din saktësisht ku e ki vënë që ka nevojë me kru shpinën tënde, dorën tënde kështu më radh. Andaj punën që ka të bëjë me ty, punën që është e jotja, nuk ka kush e kryen më mirë se ti. Ky njeri Hatim el-Asam dhe ndëruar njëre ka dash me shku në haxh. Edhe i ka pas do të hyra dhe në anën tjetër ka pas një rezervë caktuar të hollave, por që s'ka qenë e mjaftueshme për familjen e tij sa të ketë ai pi haxhit. Por ka pas me shku të madhe në haxh për mallu për shpinën e Allahut azza xal. Edhe i ka mbledh familjen e tij dhe i ka thonë, unë kam vendosur me shku në haxh. Ata ka pas do djem materi, mat papije ku i ka thonë, ku po shkon që s'po na lën, na jesum keq e kështu me radh, ndërsa ka pas një vajzë të devotshme, ky njeri Hatim el-Asam ka qenë e devotshme, edhe i ka thonë, o bab, ti nuk je furnizuesi. Shka, ai që na furnizon, s'na lë keq. Çon Allahu khair inshallah. Bëjmë çfarë me çdo që po i lën. Ai s'e kalon pa kurrë. Mi pa ta kanë pas frikë, rrugësh kjo vanohet dikon, smush atje, çka bëjmë na? Po tash insan halle mund të shpim me kon me dik. Edhe vajza ti e stimulon, thot unë ju garantoj për këtë punë. Edhe nis Hatim el-Asam me shkon haxh. Subhanallah, mas disa ditë ju ndodhi diçka në familje, do shpenzime pak më teprume, e kështu me radhë, edhe fillon me u harxhu seriozisht buxheti shtëpiak. Fillojnë me ndi mas të madhe mungesën e tyrave. E thirin atë vajzën e i thonë, ti na ke marrë qafë, ti the babës me shku në haxh, që shmetëm, kush na i bjen tash, a pse që na me të pakurgjë, ata të leksh një manë. Ajo vajza, subhanallah dhe devotshme, vajza që ti njeri, Hatim el-Asam, shkon në dhomë edhe i qëndur ka Allahu xhalla xhelalu. Ato Zoti i madh. Unë e kom llogarit në ty. Apo se ka thonë, furnizuesi është me neve, shkati. Unë e kom llogarit në ty. Andaj o Zot jam, mos unë përshna për lazimet mia. Unë në ty kom llogarit, apo tash ti mos unë përshna për atyne. Duke bo dua ajo, subhanallah, pranë shtëpisë së tyne, kalon princi aty vani. Ka dalë me ushtrinë e vet që më u interesu për gjendjen e njerëzve. Çka ka probleme të kësaj rrugë. Edhe don Allahu xhallahu ala subhanallah, për Allah kur don për ta është lehtë gjithçka tuli fal, rasti fal gjithçka është lehtë për ta. Don Allahu xhallahu ala që ky princ të kap një etje shumë e madhe para shtëpisë së Hatim el-Asam. Edhe i thot rrotarëve të tij, thot çun që shpini do ujë më na pru. Ata kur e marrin vesh familja Hatim el-Asam, e bën një gotë të mirë, do ujë të ftoftë dhe japin. Ati që Allah do një bën të më ujnë shumë. Nësa është i mund shumë që dikujt më jabë ujtë me akojtë shumë, e dikujt mos me akojtë, Allah u gjellewala e bën këtë. Edhe duke pi ujtë, i duke që i popin, Allah e din që ka apëtën. Knaqët. Edhe shikon ka shtëpia, edhe thot, shtëpia kuna është kjo, që na knaqën me këta ujë. I thojnë shtëpia Hatim el-Asam. Thot, e rajullu salih, ati njerit mirë, që a i sot të heq, a i shkun haxh, thot ati njerit mirë, thot po ati njerit mirë, thot o Allah ty të ko falëndrimi që ma mundësove me pi ujë për shpis njerit mirë, këtë kanë qef të njeri mirë me konë, edhe, thot ku është t'i dhonë selam, thërë në ledeli ashtë t'i dhonë selam, i thonë vallaj nuk është këto, u shkun haxh. Thot atër është marrë për neve që njeri që ka shku në haxh, na mos me akshur familjen, edhe nëzirë një qese plët ari edhe e gjunë shpimrena, në varë. Kër e gjuna e tje, që begatia Allah të një skatë nalme, Allah xhallahu ala njëre mshelë me spërvu, për kër e qelë të një skatë nalme të mirë të ti. Edhe i thëtë ushtarëve tina, ku shumë do në mu, le tja bënë që të kumbone. Edhe ata që ju ka qëllu në përgjepa, apo generalet e ata që ka pas mëti, kap keq ka kanë gjuj. Gjuj një kese, familja ti s'po din çka ka bot, u mosh oborri me qese me ari.
Edhe po fillojmë me thonë, alhamdulillah, Allahu na pasuroi, Allahu azza wa jalla na nderoi, i na bën njerëz më të pasur në këtë vend. Të ato kese me arin në varr. Edhe vajza po vjen nga dhoma e saj. Ai që thekë, o Zot, kam llogarin ty, mos më pashna. Allahu se pashnon kush mbështetën ta. Njerëzit më thon, kam llogarin ty vallahi, thotë, "Mu ke llogarita e s'lo keq." Njerëzit më thon, "Jo Allahu azza wa jalla. Kam llogarin ty o Zot që s'm lën keq ti." Andaj uhija e vajza në shpit tek nona, tek vllaznia, edhe ka hi duke qajt. Ka unë qëka po ka, në kry puna, mos u mërzit, ja, bëna halal, u kry puna, ja, në regull është, në ka që Zot i bënë qëtar, na bo njëtë më të pasëm këto. Shka këtë vajzë të devëshme, si ka bo përshtypje kese që ju kanë gjujtë aftën. Qëka ka thonë? Allah, kjo është mësimi madhë jetësor aftën. Kjo vajzë të devëshme, qëka ka thonë? Ka thonë, mërë vllaznija mi aftën. A petë ka thonë dërës mi thonë. Ka thonë, nadhër e makhlukun i lejna fa agnana. Ka thonë, një makhluk, një krijesë e Zotit, i shkoj sy një kahna të në këtë pasuni e bënëm. Po më na këshyrë Allahu njerë me rahmet në ti qysh bohëm naftën. Se një krijesë e ka po, veç sy një ka shkut ka po, i rahatu për sa ti e gjallë aftën. E Allahu Zotit gjithë me të këshyrë njerë me rahmetin e ti, e me të këshyrë me bujerën e ti aftën. A jetë keq për diçka? Kur vëllaj aftën? Kur? Thot një për djetarve, bashkuar të saj koha, thot shkova në Qabe. Thot edhe mas namazit sabahut u futa në atë pjesën e pashtme ku bëhet tavafi, bash afër Qabës. Thot edhe subhanallah, e pashti njëri kishte qenë durt, edhe aq në mënyrë të përkushtuar e lut te Allahu azza xal, saqë më të vërtet më bëni shumë përshtypje. Një njëri plak, shihesi me kom për Jemeni, i kishte qenë durt, edhe se këshir ka kërkon hiç, asu me ke me kërkon hiç, veç i ka qenë durt edhe lut Allahu xhela xhelaluhu. Po ti fala dy recate, edhe ule afër ti mas ti, e shikoja me vëmendje, më të vërtet bëj ke përshtypje shumë se çish bëj ke dua. Tha subhanallah, unë duke shiku edhe lot rrjedhshin se çish ky rob me kaq zemër, me kaq sinqeritet Allahun pe lutat. Hot edhe në moment ka lejken një njëri prej venalive, me kelive, thot, e njeh frat njëri atë. Thot, edhe ati i buni shumë përshtypje që rëbëj këtë doa. A kësë këshirë këtë kërkajnë që këtë dur ka qili, Allah më pelut. Thot, edhe a njëri e nëzirë një tubë me pare, edhe veç e ka lëshu më prenë dhe shkaj apë. Kësë penal doan, këj po bën doa. Thot, onë afer ti. Thot, kërë ka kry doan, i ka lëshu dur, kërë i ka pa, se ka jetu që një dikush i kalon një tubë me pare. Thot, i kapi dhe tha, alhamdulillah. Edhe u afrova i thash, selam aleikum, miq, njëri vjetër. I thash, pash Allahun kallzon qa puna jote. Tha, po më thot, s'ki ti që ka marrë me këtë punë. Thash, ja vallaj, unë po du me mësu për teje. Ky hoxhi madh, djetari një orë është. Pi thot, ti plakut, mësëm, se ti po dish e bëll mirë. Mësëm që ka puna jote. Thot, vallaj, thot, e kom pas një gale në vend tem atje. Ju munu, do borë që, ju munu me i këthy. Ka marrë se bejpet njerë, se kalon këtë puve që ashtu. Thot, s'ka, që ashtu, Zotë më sparoj, s'ka mundësi jepet. Thot, edhe era të shpija e Zotit që të optë. Uarë që shuarë, me nështë dikun me autobuse, dikun me deve, dikun që kam ri me shku të venja atje. Thot edhe, kum vendos që le shkarë. Thot, kum vendos që mos me ly pej kërkujt, pej krese, pos pej Allah të zhjën. Thot, s'ka njeri në ftyrë tukë që din halën tem, pos Allahot. Edhe ku marë që tu mja shprej Allahot gjellë gjellalu galen tem. Thot edhe subhanallah, e kum lyp një sasi të caktume, ma paskalon Allah në pranë tre fishën e kësaj pa u kuq para kërkujnë apëtën. Po mëne të vëkër e Allah. Kush më bështet në Allah gjellë uale, Allah e mjaftan. Ama kush ka bindin Allah në të bare këvëtala. Kush me bindi i qasët Allah gjellë uale, Allahu të bare këvëtala nuk e len keq. Mirë po disa njerëz, kur dërë me pas punë më Allah në gjellë uala, dërë me përvu. Hajtë tha hoxha në gjami, ish mirë me, hajtë të përvojmë. E Allahu së përvohet. Nuk bën Allah me përvu, të përvoja po më niman. Nëse e përvan së niman. Allahu dënë të me bindi mi u qasë Allah gjellë uala. Dhe gjithë edhe këtë rast, se këtu e shemuj praktik, shumë interesant. Një njëri i Egjiptit, i Kajrës, i njohur dihet, kjo rast është i vërtet i kësaj kohë. I sprovuar me, do të thotë,
paralizë të komëve, sun qunë komës. Ama pare shumë. Djemë të ti s'ka vend në botë që se kanë qunë për shërim. Por kur s'ka mujnë boqare. Një ditë plako i thëtë djemëve ti, i thëtë du me më qunë qabe. Ata babë, që si e për në shpe më nejtë me qunë qabe, që ka lavla, kush të banë, që për mu në kom tuja më nejtë, du veç me kolis me të shty. Thëtë ju me më qunë qabe edhe s'ka tjetër. Edhe e qunë njërin qabe, edhe në kolis, e vendosin para qabës, e thëtë lemni që të shkoni të shjallë. Edhe subhanallah, i ka përru këtë sebebet, i ka përru këtë e ka po që s'ka, veç Allahu këto mund mi buqarit i njëre. Unë bështet në Allahu në Azogjel, i ka që durët edhe me orë të tëra të bo dua. Me orë të tëra duke bo dua. Në kuadrë të dua s'ka thonë, o Allah i jam, ju marë të këshpia jote këto, apo me të lutë me më qunë kom. Wallahi nuk dalë piktuhet. Ja ki me më qunë kom, ja ki me më marë shpirtin. Subhanallah. Kjo punë e madhe, mi thë Allah. Unë e s'dalë për këtujt. Unë jë më bështet në ty, ju marë ty me të lutë. Edhe nuk dalë për këtujt, ja që më kom, ja mërë marë shpirtin. Edhe duke i thonë Allah që shtu, subhanallah, e mërë një kotje. Në të kotje, e një zotu i thonë, qunë kom edhe ecë. Subhanallah. Allah i rasti vërtet është, kënjërë djetë me emën e në gjojnë kush është. Një përvjen, një përshpitje në vesh, një melek i Allah Gjallahu Ala, quë edhe ecë. A i të njërin kohë që po këtën që e ondër, u qunë kom edhe po esë në dërtim qabës. Djemë të ti së përbesojnë që ka po bakia, nuk përbesojnë që ka po ndodhë. Mas disë hapave, njëri këndilët e shë vetën që është në koma për. E shë se Allahu Gjellë Gjellalu ja pas ka dhonë ato të parën që e ka kërku e jo dytën. Ka unë jetë që më kom, ja merëm krejt. A unë e për shpisun e zdalë. I marë që të të shpia jote si kur të dikush, me shku të dikush, me thonë, unë jam zarë bre burë, janë imam jam mëtëm. Ama unë për qëtu i zdalë. E këj ka thonë Allahut me bindje, nuk dalë për këtu, janë imam jam mëtëm. Ama me bindje ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu të bare këta nuk e kalonar. Andaj vëllezër nderuar, wallahi kush është mbështetë Allahu xhallahu ala me bindje dhe me përkushtim me besim, asnjëherë Allahu xhallahu ala keq nuk e kalon. Kush është mbështetë në Allahu xhallahu ala, Allahu i ka mjaftu. Çka në kupton të mjafton ball, s'ki nevojë për kërkon tjetër më. Merri sebepet e duara është vërtet. Mirë po, sebepet merri me dorë, sebepet merri me gojë, sebepet merri me vesh, ndëgja, fal, merr atë çka ka nevojë. Ndërsa zemra le të mbetet e lidhur me Allahun xhallahu xhelalu. Zemra është me Allahun xhallahu xhelalu vazhdimisht e komunikon. Mos e lidh zemrën me sebepe, mos e lidh zemrën me para, mos e lidh zemrën me pasuri, mos e lidh zemrën me njerëz. Zemra është e lidhur me Allahun xhallahu xhelalu. E brendshmja jon është e lidhur vetëm me Allahun te bareke ve taala. I marrim sebepet, por e dim se nëse Allahu don mi dhon funksionalitet këtyre sebepeve do t'i jap. Nëse Allahu nuk don, wallahi krejt sebepet e dunjas me i pas nuk i çka me bëj. Nga se ai vendos, nuk vendos parja. Ai vendos, nuk vendos njeri. Ai vendos, nuk vendos pozita e kërkujt, as pushteti i kërkujt, as ushtria e kërkujt nuk vendos, por vendos Allahu te bareke ve taala. Ai vendos çka do të ndodh me ty e me mua me këtë kosmos. Andaj ti mbështetemi Allahu xhallahu ala. Të drejtohemi atij. Po, ti marrim sebepet, mundohemi, nuk duhet më neglizhu, nuk duhet më dorëzu pa sebepe. Mirë po, mos mendojmë se pa këtë zbohet. Ja, veç pa Allahun zbohet. Veç pa ndihmën e tij nuk bëhet. Veç pa falën e Allahut nuk bëhet. Veç pa përkrahjen e tij nuk bëhet. Veç pa ato s'munemi. Veç pa Allahun nuk mundemi. Pa gjithkën mundem. Gjithçka ka zaventsim. Dikush apo se ka këto, po e ka diçka tjetër. Se ka këto, e ka tjetër. Mirë, po kush se ka Allahun s'ka kurrë. Këtë mi pas. Kush e ka hup Allahun xhallahu ala kurrë s'ka. E kush e ka fituar Allahun xhallahu ala, kreti ka fituar. Nëse Allahu xhallahu ala ti kompenzon këtë mungesat. Ai që është i smut, po e ka besimin e Allahut xhallahu ala. Smuni e ka shumë kallëm. Nëse ai që e ka shnetën se ka Allahun, vallahi nuk e din lezet e shnetës apo. Ai që e ka pasurinë se ka Allahun, gjithë i varfër është. Kur rahat zbot. Ai që është i varfër po e ka Allahun, e ka i tikatën, i duket që këtë i ka. Alhamdulillah u kënaqem atë. Prandaj Allahu xhallahu ala është ai që na duhet dhe duhet ta ruajmë Allahun te bareke ve taala dhe ata kërkojnë vazhdimisht dhe gjithmonë të mbështetemi në të, nga se kush mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton atij.
Allahu në lësë që të na ushqen zemrën tonë me mbështetjen te. Allahu në lësë që Allahu të na mundëson që të jemi gjithmonë të mbështetur tek ai si duhet, të lidhemi me te, të jemi të bindur në te dhe të marrim sebepet e duhura që Allahu ka kërkuar prej neve me i marrë ato sebepe, por gjithmonë sebepet të mbesin brenda kufive të tyre. Mos dalin jashtë kufive. Të jemi të mbështetur në Allahun xhallahu sikur se duhet dhe Allahu xhallahu ala wallahi asnjëherë askënd thash nuk e ka nënçmu, e nuk e ka poshtnu, e nuk e ka lënë keq kur dikush ka llogarinë te as në neve inshallah. Por kur të mësohemi si mu mbështet në Allahun xhallahu ala, si më dorëzu punët atij, si më dorëzu problemet atij që kemi, që ai të ndihmon të dalim prej krizave. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe kjo ishte porosia e 8 lëzëruar e Hatim al-Asam. Kjo ishte deri tash çka kanë bëu, ishte një udhëtim për gjatë disa këshillave që këtij njeri i është dashur 35 vjet me mësua ato. Neve nuk na ndash më shumë se 8 javë. Apo jo 8 javë, po 4 javë se ka 2 herë në javë, por një muj ditë na kanë mësua ata që ka marrë për 35 vjet. Atë është nimet. Ta shfrytëzojmë këtë nimet që Allahu na ka dhënë, të zbërthejmë këto mësime në praktik që të mësojmë të mirët e shumta që pat mundësi ky njeri më mësu për gjatë këtyre viteve të studimit edhe të mësimit. Allahu na mësoft të mirën dhe Allahu na ruaj nga çdo sherr dhe nga çdo e keqe. Dhe Allahu na bëf për atyre që i mësojnë të tjerë çka është e mirë dhe i ruajnë të tjerët për të këqijave me lejen e Allahut azza xal. Allahu është shpërbleft. Dhe kaq po i do fundo sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira.